Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku ditën e sotme redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë një histori nga Kavaja dhe do të flasim për familjen Troshku, ku çifti Petrit dhe Suzana Troshku ditën e 21 nëntorit të vitit kaluar ishin duke udhëtuar me makinën e tyre dhe fatkeqësisht u përplasën me një makinë tjetër. Në fakt nga ky aksident mbeti e plagosur bashortja e Petritit, zonja Suzana, e cila menjëherë përfundoi në spital, por mjekët pas një mjekimi, le të themi, e nxorën nga spitali dhe ditë pas dite gjendja e saj filloi të rëndohej dhe sot pikërisht 45 vjeçaria, nëna e 3 fëmijëve, duhet të kryejë një operacion për shkak të atij aksidenti. Në fakt, dy burrë grua kanë vendosur të vinë në studion e emisionit Pa Gjurmë për ta treguar aksidentin e ndodhur. Regjia menjëherë na ndihmoi me këtë pamjet reale të xhiruara momentin e aksidentit të ndodhur në 21 nëntor të vitit kaluar në Kavaj, ku kjo është makina e familjes Troshku, ku zoti Petrit me bashortën e tij Suzana ishin duke udhëtuar dhe janë përplasur me një makinë tjetër. Ka qenë një makinë tjetër që i ka përplasur nga mbrapa. Fatmirësisht ata të dy nuk ndodhi asgjë me jetën e tyre, por sot bashkëshortja 45 vjeçaria ka probleme me krahun e saj dhe ajo duhet të bëjë një ndryrje, një operacion të domosdoshëm pasi problemet kanë filluar me shëndetin e saj dhe kjo është fotoja që vetë zonja Suzana e ka dërguar në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dhe tregon nëpërmjet kësaj fotoje që problemet janë të shumta në krahun e saj, ku ajo s'mund të punojë dhe mbi të gjitha ka dhimbje. Mirë, menjëherë unë dua të përshëndes çiftin Troshku që ndodhet me mua në studio. Zoti Petrit, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Zonja Suzana, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Të uroj të shkuara dhe të shërohesh sa më shpejt dhe më vjen keq për këtë aksident që ju ka ndodhur. Ka qenë mëngjes, drek, pasdite? Jo, rreth orës 3:30, mos gaboj, 3:30, 4:00. Pas dreke? Ju keni qenë së bashku me gruan dhe po udhëtonit me makinën tuaj? Po isha në Lezhë, nga Lezhë doja shkoja te në Qerm. Aty pa u fut nga mbikalimi, merri një... Aksidenti nuk ka ndodhur në Kavaj, ka ndodhur në Qerm, të Lushnjës? Jo, në Kavaj ka ndodhur, ke mbikalimi Harizaj quhet. Po, vendi ku ka ndodhur aksidenti. Ju ishit me një shpejtësi normale dhe... Normale, tani s'ke kush ka marrë shpejtësi. Mund t'isha 60-70, shumë da 70, po s'kam qenë. Dhe ka qenë një makinë tjetër, le të themi, makinë çfarë tipi makine? Ford. Po? Ford gjyrë mjalti, nuk e di gjë të tillë. Se ju nuk arritë do ta identifikoni personin që ju bëri aksidenti? Jo, personi, makinat janë sekuestruar të dyja. Edhe makina juaj që... Po, bëhet fjalë. Duke që është shkatëruar. E imja është bërë copash para, po. Dhe makina... Ai ka vetëm dëm nga para. Ishte ai që ju ka goditur nga mbrapa? Po. Tani normal, se unë isha duke hecur, huma kontrollin. Dola nga rruga, mirë që mbrojtën ato hekrat, mbrojtës. Falë Zotit që kanë qenë këto mbrojtëse që ju kanë mbrojtur sepse ky aksident mund të ishte fatal për jetën tuaj. Por më lijoni fillimisht i dashur Petrit dhe dashur Suzana të paraqisni një material, një kronik që ne kemi përgatitur pikërisht për ngjarjen që ka ndodhur në familjen tuaj dhe më pas do të dëgjojmë me detaje rrëfimin tuaj. Ndjekim materialin dashur miq dhe rikthehemi sërish bashkë në studio. Ishte kjo datë kur pasi Petrit dhe Suzana Troshku po udhtonin me makinën Harizaj të Kavajës, një person nga Vlora aksidentalisht i përplas nga mbrapa. Nga ky aksident, gruaja pësoi dëmtime në krah ndërsa u dërgua me urgjencë tek trauma në Tiranë. Sipas çiftit nga Kavaja, mjekët e kanë nxjerrë pas një ore Suzanën me pretekstin se gjendja e saj ishte e mirë, ndërsa sipas tyre ishte e kundërta. 4 ditë pas qëndrimit në shtëpi, gjendja e gruas u përkeqësua, ndërsa sipas përgjigjes së rezonancës, ajo i duhet i nënshtrohet një ndërhyrje kirurgjikale, që nga muaji nëntor nëna e 3 fëmijëve jeton me dhimbje të shumta pasi nuk di ku të drejtohet, ndërsa edhe gjendja ekonomike e kësaj familje është tepër e vështirë. Me personin që e aksidentoi, nuk kanë patur asnjë kontakt, ndërsa çështja ka kaluar në prokurori, por sipas tyre kjo çështje po zvarritet. 5 pjesëtarët e kësaj familje jetojnë në këtë banesë, ku përveç se kushtet janë tepër të vështira, ajo gjithashtu nuk është nën pronësinë e tyre, por të një kushërire. Sot të gjendur në Udhkryq, çifti Troshku kërkojnë ndihmën e Pa Gjurmë për një zgjidhje për problemin e tyre.
Ky ishte aksidenti i rënd i ndodhur në 21 nëntor të vitit kaluar, ku fatkeqësisht çifti Troshku e goditi një makinë nga mbrapa teksa ishin duke udhëtuar për të shkuar në shtëpinë e tyre dhe bashkëshortja Suzana Troshku mori dëmtimet më të mëdha se bashkëshorti i saj. Kanë kaluar disa muaj dhe le të themi unë shkoj që ti kraun e mban e dashur. Pse nuk e lëviz dot, ke dhimbje? E lëviz, po aty si lykit tjetër e këtë tja. Por Se më ka thonë gjak e pkut në 2 fije këtu, nuk di. Tendinat që janë dëmtuar në shpatullën tuaj dhe ti nuk mund ta lëvizësh lirshëm atë krah apo të punosh. Unë me 21 që të bëra aksidentin. Po, le ta nisim për 30 ma tregosh. Ju ishi duke ecur në rrugën tuaj, nga pasyrat e pat që po vinte me shpejtësi një makinë tjetër nga mbrapa? Po jo, po e shifsha se po devijon të sani i këtije. Parakalonte? Jo, nuk parakalonte, po ishte mas meje. Po? Dhe masanaj, vëndëm kur ika huma kontrollin këshu normal, se më goditi nga e duket fotoja. Edhe... Nga ekspertiza u arrit me çfarë shpejtësie ishte... Erdhi policia, njërën tjetërën, këte e mori ambulanca, kjo i menusën e vlajt vetë, ke spitali ushtarak. Spitali ushtarak, atë nate, s'ka bo as i kjo fare. Se unë nuk arrita me shku mrapa, po unë dhash deklarat në policia, u vënova pak. Moment që shkova unë, këta e nëzorën. Pra, ke qëndruar vetëm pak orë në spital? Pak. Po, por çfarë ju thanë mjetët? e shumë të një orë e gjysë. Po? Tani, gjithë e aksident, që edhe trish, sidomos spitali ushtarak, trish edhe dalë shmërne a orës, si kur nuk shkan. Nëse shkova unë, nuk ka jo, erdhe dhe aji jatit idealit, morin telefon, jo po sa lek duan, tep në lek të janë i thash unë, të lek, nuk e di, nëse i kam atë nate. Pra, personi që ju goditi, le të themi, ju ofroj para, juve që këtë çështje ta mbyllnit aty. Jo. Para për gruan, për nusën, jo për t'japin në lek për spitalin e këti ande, e kupton. Edhe, mësanaj, në datë 24, kjo bo më keq. Por ndalimi pak, të data 21, e dashur Suzana, ju vajtët në spital, mjekët ju bën një kontroll të përgjithshëm për të kuptuar a kishit dëmtime nga ky aksident? Momentin që unë shkova ke spitali, ata erdhe u fut policia. Dhe i thanë, mund të shtësh dozën, i thanë ata, e niva unë, se ishe mend. Dozën e kujt? Ja, gjelpora. Gjelponave. Po, të qetësuesve. Sa po kuptoj, po? Edhe gjatë të dalit si ishin ata quar me policia. Policia ka vajs. Edhe ikem atë natën as i lloj kontrolle. Edhe ata letra që kam as i lloj diagnoze. Të bën vetëm disa gjelpëra qetësuese? Po, kam bojë 3 copë, i të monët, fare. Por çfarë ndjeve ti momenti që bëre aksidenti? Pra dhimbje ti menjëherë ndjeve në shpatull? Vetëm shpatullën këtu një se më pkut krahu këtu. Ti pjesa kështu se që ishim të ikë kështu në pjesën në rrugët që eme, na ishim në krahun e djathtë. Momenti që na goditi makina, ne u përplasëm shumë hekret, po më këtë krah që e më vrahun, e më goditur. Edhe pastaj kemi ikë kështu në rrugullim. Në fakt, nuk dua t'ju pyes dhe të kujtoni ato momente, sepse janë traumë për ju, një aksident që ndodhi përpara disa muajve, por në momentin që ti e dashur Suzana u them mjekëve që ndjen dhimbje në shpatull, nuk të bëni grafi, të bëni një kontroll më shumë detaje për nuk më bona si lloj gjoja atë natë. Vetëm tha boj qetësuesa, tha se të përmirësohet mos në dhimbje, edhe më nxorën s'ke asnjë lloj problemi. Ata i kanë bërë dozën më të rëndë që të qetësohet dhimbja, që të dalit sa më shpejt nga spitali ata. Pse mendoni këtë gjë kështu? Jo, e mendoj se tani... Sepse një mjek që ka përballë një pacient i cili thot kam dhimbje... Mirë, dakor. Nuk mund t'i bëj një dozë qetësues dhe ta lërë... Po t'ishte mirë, pse u përmirësu më keq me datë, nga data 21 deri 24. Unë e besoj këtë gjë që gruaja juaj ka probleme me... E kom qu, erdhi urgjenca Rrogozhinës, ambulanca, nga Rrogozhina në Kavaj, Kavaja nisi direkt në spitali ushtarak, tha atje, të e dishin policia. Atje tha ka çështjen e hapur. I dashur Petrit, mos më keq kupto, po të pyes dhe po të them, pse dyshoni ju që mjekët e bën këtë gjë? Që t'i bëjmë qetësues dhe ta nxjerrim nga spitali? Po normal pra. Pse? Se për çfarë? Se për çfarë nuk e di. Mjekët dhomat e spitalit nuk i kanë private, janë dhomat e shtetit dhe normal që janë shtetit. Nuk do zgjidhe krevatin zonja juaj në spital. Pse dyshon ti që mjekët e bën të qëllimshme këtë gjë? Për 3 ditë pse nuk u përmirësu apo bë shumë keq fare. E kam çu edhe një herë, po them që spitali ushtarak, me datë 24.
ndoshta ka qenë një neglizhencë e mjekëve, dhe kjo prapë është fatale për mjekët. Ate nuk e di. Ti, mënyrën se si ma the që mjekët i bën 3 doza të rënda gruas. Jo, thot kjo, se unë nuk qeshe kjo. Dhe ta nxini nga spitali ti e përshtypjen se pala tjetër mund këtë paguar mjekët që ajo të dalin nga spitali. Nuk e di. Ju këtë gjë dyshoni apo? Nuk e di. Këtë gjë nuk e di. E qartë, prandaj ju pyeta dhe të ngula për të marrë një përgjigje nga ju. Por në momentin që mjekët ashtu e arsyetuan që nuk ishte dëmtime grua juaj, i kanë bërë disa gjilpëra për të qetësuar dhimbjet që kishte përplasja e trupit të saj në atë aksident dhe e nxorën nga spitali. Atëherë, kur i këmbon rezonancën... Ndalemi këtu, gruaja doli nga spitali po brënda ditës. Po brënda ditës 21 nëntorit. Edhe atë dite. Ja këmbon të gjitha, atë dite ke spitali 24, që ka qenë drek, edhe e nxora nga spitali e qova në shtëpi. Mora letrat, shkova ke miku ligjori në Durrës. Miku ligjori tha, zotni, tha, unë duhet një rezonancë magnetike. I qartë, ajo e nëzirë sa se çfarë problemi ka gruaj. Dje, shkova e mora përgjigjen, se nuk u jep të përgjigja direkte, shkova e mora. Po pse, nga 24 nëntorit deri më sot ke marrë përgjigje një rezonancë, shumë ditë. Se di. Atëherë në... 30 të shti. Atëherë të 30 të shje bona rezonancën unë. Të lutem. Me 30 janar. Le t'i tregojmë ngjarjet hapa sapi që ta kuptojmë qartë. Me 30 janar. Unë jam akoma te data 21 nëntor. Gruaja juaj doli nga spitali ushtarak dhe shkoi në shtëpi. Më lejo të pyes Suzanën. E dashur Suzana, në momentin që ti vajte në shtëpi dhe mbaroi efekti i qetësuesve, në trupin tuaj filluan sërish dhimbje. Një dhimbje. Dhimbje vetëm në pjesën e shpatulës. Pjesën e krahut të një në bllokojnë në gjoksin këtu. Kishte probleme. Dhe pas 4 ditëve me dhimbje, 3 ditëve i vjen. 3 ditëve. Ka qenë ditë e jetës që aksidentum, dielën unë kam shku prapë me ambulancë duke spitali. Në spital. Dhe çfarë ndodhi në spital kur shkove për herë të dytë pas 3 ditëve nga aksidenti? Atëherë më kanë bërë kontroll krahut me qafë. Se isha vetë. Te spitali po ushtarak. Po, isha unë atë dite, se qova vetën. Po. Kurse atë ditë që o aksidentum nuk shkova, unë se vepsha deklarat ke policia, si ka not aksidenti që është tek. E qartë, por dhe Suzana i mbanë mend se çfarë i bën mjekët. Prandaj po pyes Suzanën. Po plan. Dhe mjekët çfarë thanë në datën 24? E vizituan bashkëshorten tuaj, i kontrolluan. Tha nuk ka asnjë lloj dëmtimi, tha çoje mrapsh. Ka e shemja më thanë ditë mua. Ditë diela. Ne dyshoj, si ka mos kishte dëmtim aja, pse mas 2 muajsh i doli rezonanca me bë operacion. Se ndoshta ajo rezonancë duhet ishte bërë që në datën 24 nëntor dhe të mësoj kjo gjë. Normal. Dhe nga 24 nëntori, deri në janar ti ke qenë vetëm me dhimbje. Me dhimbje, po. Kanë qenë mjekët në Durrës që të rekomanduan të bëje rezonancën? Atë do të thoja, mora letrat, ke spitali ushtarak, ja kartelat, edhe ja qova mjekut ligjor në Durrës. Po. Mjeku ligjori, tha mu, tha, je ndjeni për këtë punë, thashti? Tha, jo. Urdhnoj, thash, po të vej unë ndjeni. Ja qova letrat, edhe letrat i ka dërzuar prokuroria, se pyeta dje. Mbasi mora përgjigjen e rezonancës dje unë, ja qova mjeku ligjorit prap. Dhe tha mu, zotni, a i sa pa përgjigjen duhet i kohën. Tha, nuk është mirë, tha, po qove ka i... Që që vëtaj që bën këshu? Rezonancën? Jo. Rezonancën përgjigjen e mora, po ky... Mjeku ligjori. Jo, mjeku ligjori. Kasë për fizioterapist? Bravo. Po? Qoja ati nga vaj, tha, ta shikoj. Ky ka vaj, s'ta mund, tha, ka nevoj për operacion. Pra, nuk mund të shërohet krahu me fizioterapi, po... Po, ka nevoj për operacion, tha, po... Këputja e 2 tendinave është domosdoshme që të kryet një operacion. Po, edhe bëhet me kamer, tha, nuk e di këshumë, tha, se di. Okej, janë mjekët ata që dinë se si një operacione. Tani, erdha këtu ke spitali ushtarak sot prap, as njës ma hapi derën. Jo, tani të lutem mos të shprehemi kështu. Dera e spitalit ushtarak është e hapur, nuk është ndonjëherë e mbyllur. Jo, so është mbyllur dera, jo. Unë e kuptoj metaforën që ti përdor, por në momentin që ti shkove, a nuk takove mjekët që merren me këtë punë, kirurgët për t'i treguar të rezonancë, për të planifikuar një operacion, sepse ka dhe disa mënyra se si duhet... Që mjekët të takojnë atje? Thuj ti, si? Këtë takoj. Atëherë të lutem, zoti Petrit, unë e kuptoj që jeni të mërzitur, të hidhëruar për shkak të aksidentit, për shkak të problemeve që ka ndodhur me bashkëshorten tuaj, por edhe ne përballemi me spitalet. Edhe ne kemi njerëz që shkojmë në spitale. Tani, të themi që ne shkuam në spital ushtarak dhe dera
na u mbyll dhe nuk takuam askënd, askush nuk na dha rrugëzidhje, edhe kjo nuk është normale, si për ju edhe nëse ka ndodhur për bluzat e bardha. Në momentin që bashkëshortja juaj, unë nuk e di çfarë ka ndodhur, ju po më thoni, ka dy tendina që janë këputur në pjesën e shpatullës, takohet kirurgu përkatës, i cili e shikon rezonancën, Po, ideja vendoset a bëhet operacioni, a nuk bëhet, nëse bëhet saktojt një datë. A i ka vajes, tha nuk bëhet në shtet, kjo bëhet privat. Atëre, unë po të them, për pjesën e tendinave, nëse gruaja juaj vërtet ka këtë gjë, unë nuk jam mjeke dhe nuk dua të marr përgjegjësinë e një mjekeve. Por në spitalin ushtarak, edhe në QSOT, këto operacione bëhen. Ai më tha, këto nuk bëhen. Si kemi thyrjen e kockave të tendinave, të muskulit gjatë një aksidenti, apo qoftë kudo që mund të ndodhi një problem, mund të rrëzohemi dhe mund të ndodhi këto gjëra, këto operacione bëhen. Por ju nuk keni ditur të gjeni mjekun e duhur dhe të flisni ta konsumoni këtë gjë. Dhe po e lini gruan ende me dhimbje. Edhe atje po të shkosh, nuk të bëj një pa lek operacionin. Edhe ke spitali ushtarak, du të pagush. Këtë gjë e thoni ju, por unë nuk mund ta them që unë nonën time e bën operacion ke Durrës, ke privati, shkoj 600.000 lekë. Ishit ju që ja dhat apo ja kërkoj mjeku? Jo, privat. Në privat, po privati është tjetër gjë. Në privat pa dyshim një diçka është kosto. Edhe shteti, operacioni koston kaq lekë. Jo, në shtet nuk kam dëgjuar që në shtet të thuhet, të thë doktori që ky operacion të kushton kaq para. Jemi ne, qytetarët, ne që vëm dhe u japim lekë mjekëve, tani ti jemi edhe pak realist, por unë nuk besoj që ka mjek të kërkoj para. Dhe të japi ty një faturë të thuaj kaq lekë kushton operacioni, sepse në shtet të operacione nuk paguhen. Jo, pa lek, s'ta bëjnë, kur? I dashur Petri, ndoshta dhe ke dhe të drejtë. Këto fenomene ndodhin në Shqipëri dhe ne kemi dëgjuar plot lajme në ekranet tona se si mjekët janë kapur duke u marrë lek pacientëve të tyre. Por, ajo që unë dua të pyes, a keni gjetur ju një mjek për të marrë përsipër këtë operacion? Këtu, te spitali ushtarak, unë isha me taku njërin sot, po, nuk e takova. A është në sallë, tha. Po mirë, okej, se mjekët janë dhe në operacione gjatë ditës, por gjithsesi unë të këshilloj të takosh të mjek, sepse vetëm një mjek i cili është i fushës, shikon rezonancën dhe ai i vendos, nuk vendos as ti as unë. Janë bluzat e bardha, por gjithë meraku mi ma thësh që ndoshta ky operacion nuk mund të bëhet në shtet, dhe mund të bëhet në privat, dhe në privat padyshim që ka një kosto më të lartë, shumë herë më të lartë. S'kemi gjenje ekonomike që të Se ti unë kështë pyet motrë kësaj edhe i kështë thënë 3.500 euro. Kushton operacioni në spital privat. I qova ato në letrat e spitalit edhe... E dashur Suzana, ju vetë aktualisht jeni me dhimbje, apo thjesht kur lëvizni krahun jeni dhimbje? E kam të mpirë dorën dhe se komandoj të ta kthej kështu as. Kështu e lëvizën, po ja aty si çluj këtë tjetrën ja. Kjo ka qenë 1 muaj e gjysmë me raport. Shkova t'ja ripërtri raportën, doktori e din ka vaj, nuk ja dha ma. Por ajo nuk është në gjendje pune, nuk mund të punoj dot. Atë e din e jo. Atë e di doktori. Por me çfarë motivi nuk ja dha raportin? Se përfiton më, tha. Si nuk e përfiton më, kur gruaja juaj ka dalë një përgjigje rezonance, ka 2 tendina të dëmtuara, krahun e kanë të mpirë, nuk e lëviz dot dhe nuk është në gjendje pune dhe çfarë justifikimi mund të thojë mjeku që nuk i jep raportin, që ai s'mund të shkojë dot në punë dhe të punojë në këtë gjendje në të cilën është. Unë e kam përballë dhe shikoj që ajo krahun e lëviz vetëm në një pozicion shumë të vogël, sepse nuk mundet dot të bëj lëvizje normale si krahu tjetër. Po. Nuk e komandoj si ky tjetri të lëviz shoja. Por personi që kreu aksidentin, ju e... S'kam pas kontakt fare me ta. Ata e di shteti, zi gjohën. Ishte ka kaluar në gjukat tash. Në prokurori. Në prokurori. Dhe ju pristi një përgjigje që më pas të vazhdojnë seancat. Po normal, qysh. Ju kërkoni dëmshpërblim për dëmin që ai u bëri? Po dëmshpërblim mjetit, dëmshpërblim familjes. Për ne erdha ke ju me fjalë që mos ma zjasi më çështja prokuroria, se Ma mbjen shumë keq. Gjendje nuk e kam, se nuk e di të tregoja goca fotot. E në fakt na keni dërguar disa foto, le t'i japim regjia, flasim që gjendja juaj ekonomike nuk është fort e mirë.
Më the pak më parë. Kjo është shtëpia ku Kjo jetoni? është banesë, nuk është banesë kjo. Shikoj. Ja, shikoj, e shem fare. Në çfarë vendi të Kavajës jetoni? Kryeluzaj. Në Kryeluzajt, fshatin Kryeluzajt të Kavajës. Ndoshta do të bëj një pyetje, por mos ma merrni për ters. Jo, as pak. Petritje 47 vjeç, Suzana 45 vjeç. Në nëntor ka ndodhur aksidenti. Të fuqishëm ju shikoj dhe nga fiziku. Fuqishëm edhe molla kur është kështu nga jashtë është e mirë. Po ta hapesh, ç'a del? Di gjoti? Unë flas atë që shikoj, por Mosia tani puno me ushqy se këtu tërdimit pa punë. Kupton? Ne jetojmë të shtëpi, por kjo edhe me dokumenta nuk është e janë. fare me dashme ti. Na kalon një kushërina ime. Kushërinë e nusës. pra ju nuk keni një banesë tuaj janë. Ja. Le të themi jetoni në një banesë të kushërirës tuaj. Po, edhe kjo të shbi jashtë, e kam riparu që ati në disa herë, vetë, me anë mundësitë e mia, të shbi për jashtë, shbi brenda. Po të shiu. Pse nuk keni patur një banesë asnjëherë? Jo. Nuk kemi pasur, jo. Unë ka pasnit ke plaga në zhamë, ke nona, edhe i ka nga ne. Kemi nditja i vit... Nditja i vit me golem golem të Kavajës. Pra, gjatë gjithë jetës tuaj nuk mund do të kishit një shtëpinë tuaj, le të themi që ta gëzonit, dhe duke që keni bërë një jetë të vështirë. Normal. Mos e pyet fare. Shpi s'kishim, fëmijët ishin të vegjël, ky herë punonte, herë s'punonte, s'dishemi me... Dhe kuptoj qartë situatën. Sa vite martesë keni bashkë? Ne jemi martu 2003. Në 2003, pas keni shumë vite bashkë martesë. Jeni prindër të 3 fëmijëve. Po fëmijët si po e përjetojnë këtë situatë edhe me shëndetin tënd? Dhe djali i dyti kur e mori vesh dje për këtë. Ja ky. Kjo është mërzit shumë edhe vogle, po ne madhe. Ky mërzitet ma shumë ky dyti. Çdo fëmijë nuk do ta shikonte, s'do donte kur ta shikonte nënën apo babain në një gjendje jo të mirë shëndetësore, është e kuptueshme, edhe dhimbja që ata përjetojnë. Gjithsesi ju keni vendosur të vini në një studio televizive për ta denoncuar këtë ngjarje dhe ajo që shikoj unë dhe kuptoj nga ju jeni të irrituar më shumë me bluzat e bardha, të cilët po ta kishin arritur ta gjeni që në fillim problemin, ky operacion mund të ishte bërë dhe sot zonja Suzana mund të ishte shumë mirë, por e kanë zvarritur, neglizhencë apo çoj e shtëpi s'ka gjë, çoj e shtëpi s'ka gjë. Qysh? Çoj e shtëpi s'ka gjë. Mund të më shpjegosh? Jo ti. Iksi. Por jeni në një situatë që Suzana duhet ta kryejë këtë operacion. Pra mjekët në Durrës, tashmë nëpërmjet rezonancës që ka bërë bashkëshortja, është mësuar problemi që ka ndodhur pikërisht në shpatullën e saj me tendina dhe patjetër duhet të kryejë një operacion që krahu... Unë nuk e di se bëhet shtet as bëhet, pse me gënjë kot, po ai Kavajës, ky mjeku ligjor i Durrësit që e mora përgjigjen, ja çova këtij. Edhe pa, lujti kokën, thash qa ka, se u s'di unë doktorash. E qartë, e qartë. Tha mund, tha, këte, tha nëzirë e Kavajës, sa qoja atje. E qova nga Kavajë, tha, ka dëmtim këtu, tha, atërje, sha, ku gjën hena, sha, ku gjën qam nga trojë, se di. Ju ende nuk jeni të sigurt çfarë është dëmtuar. Këtu, dëmtim, ka shkruaj, e kom aty unë. E qartë, do ishte mirë ta kishim, por edhe po ta kishim rezonancën, Aziz do kuptonim si ju dhe unë. Jo, kom aty, kom letra tu. E qartë, por ndoshta nuk dim ta lexojmë qartë diagnozën e problemit. Ajo doktorat një i tjetër se kanë marrë vesh. Por që ajo që unë kuptoj është se ju jeni përballë një situate që duhet kryej një operacion, por dhe tha mua ai, tha, kjo tha nuk bëhet në shtet. Ti tha mu shko ke spitali ushtarak, aty u ka qenë zonja, tha mu shtru më përpara, shtru. Aja, që e shkuaj po, që shtru? Shtru të trish aty. 2 ditë, 3 ditë. Edhe, po shë pa mund më, tha, kjo bëhet në privat. Tani, kom pyet njerën sot, motrë kësaj biles pyti, tha, vetëm ajo mi fjalë vizita që të hysh mrena, bëndë 50 euro, 50.000 lek. Patjetër. 160.000 ku diun se çfarë bëhen. Spitalet private padyshim që kanë një kosto të lartë dhe je i detyruar t'i pagosh të gjitha ato fatura. Por unë uroj dhe shpresoj që ky operacion të merret përsipër nga spitalet shtetërore. Prandaj ju thash dhe pak më parë, është e rëndësishme që të lidheni me një mjek, të flisni, të shikoj rezonancën dhe nëse nuk e merr përsipër shteti, ju keni ardhur këtu të kërkoni ndihmë. Normal.
sepse një operacion që kushton 3.500 euro, ju nuk e keni mundësim për t'i gjetur ato para dhe për t'i siguruar që gruaja të bëjë operacionin. E dashu Suzana, unë të uroj shëndet jetë dhe të uroj t'a kalosh sa më shpejt të situatë. Faleminderit. Uroj që të marri zgjidhje, uroj që mos tjetë një kosto e lartë për ju, e kuptoj qartë, përveç dhimbjeve, përveç sëmundjes, të përballësh dhe me skamjen që mos të kesh para të mjekohesh apo të bësh operacionin në një spital privat. Ne jemi këtu, sigurisht kjo studio është hapur për zërin e qytetarit, që çdo qytetar që ka një problematik, ka nevojë për ndihmë, ku dyert i mbyllën, siç e përmendi dhe bashkëshorti juaj që e gjeta derën e mbyllur në mënyrë figurative, ndaj është hapur kjo dritare në Report TV që zëri juaj të dëgjohet. Ne do jemi këtu patjetër për t'ju ndihmuar. Ndoshta i dashur Petrit, më keq kuptove me pyetjet që të bëra, por desha të isha më e qartë në atë që ju po më tregonit për të kuptuar edhe në situatën, problemin dhe për të kuptuar se ku jeni me problemin dhe çfarë mund të bëjmë dhe ne si televizion për të ndihmuar juve. Por do doja ditën e sot me zoti Petrit që përpos një mesazhi për të kërkuar ndihmë për bashkëshorten tuaj që do i drejtohesh bluzave të bardha, nuk e di nëse ke një mesazh për personin që të solli gjithë të dëm ditën e flasim për... Jo, për personin s'ka asnjë lloj mesazhi, për personin ata të zgjedhë prokuroria. Gjykata, prokuroria çon gjykata, nuk e di se si do funksionojë. Mos anaj ata di shteti. Unë jam lënë dorë shtetit. Unë s'kam punë as ai me mua as unë me atë. Ka punë siguracioni. Është kështu apo? E qartë, e qartë. As e mjef, as e njoh. Sa aksidenti mund të ndodhi. Nesër mund të jeni ju që mund të përplasni një... Mund të vrasni një top bestefku dhe mos e thash zoti, po që fjalën. Aksidenti mund ndodhi. Po kështu që unë i pishëm jo, në telefon jo. Ti isha shu, policia s'mi jep të mu letë të patentën. Kuptan? Të kuptoj qartë. Një mesazh për bluzat e bardha, për ndihmën që ti kërkon... Mesazh për bluzat e bardha, tani unë bëjnë që shëmunja, po nuk e di këmë taku. Cilin? Pra, ju ende nuk jeni orientuar se ku duhet të shkoni dhe këtë duhet të takoni, e kuptova qartë. Por, ndoshta pas kuintave, edhe ne do t'ju ndihmojmë për të lidhur me bluzat e bardha dhe për t'ju orientuar dhe ne ju. Jo se ne kemi informacione nga spitalet dhe mjekësia, por do t'ju ndihmojmë. Janë disa procedura që duhen ndjekur. Ndoshta duke nisur nga mjeku i familjes. Aty nis gjithçka, është një procedurë e gjatë, njëherë qytetarët lodhen, por ai është ai që ju orienton për të vazhduar këtë rrugë dhe për të arritur deri tek mjeku kirurg i cili duhet të kryejë këtë operacion. Djo tani. Mjeku familjes thot mu shkon në Kavaj, t'jep një rekomandim. Po, e qartë, to janë procedurat, i di shumë mirë këto procedurat. Unë nuk i di, atëre. T'jep rekomandimin, thot shkon në Kavaj. Dhe shkosh ke recepcioni thot shkon ke filan mjek. Po, patjetër. Kurse në Kavaj me zërë bëjnë një gjelpon, jo bëjnë operacione, zbët fjalë. Unë e di, se unë atje po jetoj. Kavaj e thot, shko atje, këtu, ku? Këcili shkoj? Këcili? Këtu, ke spitali ushtarak. E dashu Suzana, dua ta mbyll me një mesazh. Ndoshta e nisa me ju intervistën, por dua sërish ta mbyll me ju. Ke ardhur në këtë studio, e kuptova qartë, kërkon ndihmë. Ndihmë sepse ndoshta ky operacion nuk mund të kryhet në shtet dhe ti do i drejtohesh një spitali privat me patjetër, sepse nuk mund të rish në atë situatë në atë gjendje, por nuk ke para. Kush është mesazhi që do përcjellja? Mesazhi im është kryej që ata se më dham krahu. Mesazhi është më nani mund sa do pak. Për ne jam drejtu. Unë uroj të dëgjojmë nga spitalet private dhe dikush ta vërdorë në zemër administrator, menaxher, marketingu të spitaleve private për ta marrë përsi për këtë rast dhe ta kryej këtë operacion gruaja juaj, sepse e kuptoj që ju e keni mendjen më të sigurt kur shkoni në një spital privat, se sa në një spital shtetëror. Privati, vërtet kërkon lek, po mo s'ke pasoja mrapa. Gjithsesi, unë mendoj të kundërtën. Mjekët të spitalit tonë shtetëror janë shumë të mirë dhe janë shumë profesionistë dhe kanë shpëtuar jetën e qindra pacientëve.
le të themi që kanë pasur në duar. Por do mbetemi në kontakt. Zoti Petri dhe Suzana, nuk dua të shikoj kështu të trishtuar. Ju pas transmetimit të sotëm do të niseni sërish drejt Spitalit Ushtarak se keni lënë një takim i cili ka qenë gjatë gjithë ditës në salla të ndryshme operacioni që ka kryer me pacientët e tij, por ju premtoj që edhe ne do dhe uroj të bëjmë mira dhe shkuara dhe shëndet dhe jetë ju uroj. Faleminderit që ju pata në studion e emisionit Pajgjor. Faleminderit shumë dhe ju përshëndes. Mirë të dashumish, me historinë e çiftit Troshku, ne kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë në reklama, do rikthehemi bashkë në pjesën e dytë. Mirë, jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashur miq, ku do të vazhdojmë në këtë momente me të tjera histori dhe zakonisht në pjesën e dytë redaksia e emisionit Pajgjur vendos të risjellë në fokus histori që janë trajtuar, le të themi muaj më përpara në studion e emisionit Pajgjur dhe konkretisht njerëz të humbur, persona që janë larguar, kanë humbur kontaktet dhe familjarët e tyre kanë denoncuar në redaksinë e emisionit Pajgjur, kërkojnë ndihmën tonë për të mësuar ndonjë lajm, ndonjë informacion se çfarë më ka ndodhur me fatin e tyre. Do e nis me me pasaportën e Gramos Lulajt, një 52 vjeçar nga fshati Varibobi Fierit, i cili fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen në 18 korrik të vitit 2013, po nga vetëlindja e tij. 52 vjeçari që në atë vit që ka humbur ka qenë vetëm 41 vjeç, babai i 2 vajzave, kishte probleme me shëndetin e tij mendor, në fakt emigracioni në Greqi i kishte sjellë to pasoja të rënda të shëndetit mendor, ishte kthyer në Shqipëri ku vazhdonte mjekime, por le të themi situata e tij sa vinte dhe rëndohej. Mëngjesin e 18 korrikut ai pati një debat me bashkëshorten duke thyer në shtëpi shumë sende dhe më pas është larguar nga banesa. Nga ai moment nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Bashkëshortja, vajzat, vllai i tij kanë qenë në studion e emisionit Pajgjur, janë lutur gjithë teleshikuesve që kushdo që mund të ditë të vërtetën e Gramos Lulajt mund të telefonojë në numrat e redaksisë. Pasi dyshohet duke ditur që ka qenë emigrant në shtetin grek, ndoshta Gramos Lulaj të rikthyer sërish në Greqi dhe mund ta ketë vazhduar atje jetën, por kjo e vërtet ende nuk dihet, janë thjesht dyshimet që familjarët kanë. Por kush është historia e Gramos Lulajt? Unë dua të prezantoj në këto momente një material që ne kemi përgatitur për babain e 2 fëmijëve, 52 vjeçarin nga fshati Varibob i Fierit dhe rikthehemi në studio. Gramos Lulaj është babai i 2 fëmijëve, i cili figuron i zhdukur prej 11 vitesh. 52 vjeçari emigroi herët në tokën helene, aty ku pajis me dokumenta të rregullta deri në vitin 2004, vit në të cilin shfaqi shenjat e para të depresionit. Me rikthimin e tij në Shqipëri, familjarët e dërguan disa herë në Spitalin Psikiatrik të Vlorës, ku me kalimin e kohës gjendja e tij shëndetësore u përmirësua. Në atë periudhë Gramozi u njoh me Anilën, me të cilën u martua në vitin 2007. Ajo kishte dieni për gjendjen shëndetësore të Gramozit dhe ishte mbështetësja e tij më besnike. Çifti sollën në jetë 2 vajza, ndërsa çdo gjë shkonte mirë mes tyre. Ishte viti 2013 kur Gramozi nisi sërish të shfaqte probleme të shëndetit mendor. Data 18 korrik të pati viti është data kur Gramozi u zhduk në mënyrë të mistershme për të mos u bërë më i gjallë. Pasi u takua me të vëllan, 52 vjeçari i tha grua se do të shkonte në qendër të Varibopit për të takuar me një shok. Pasi kaloi pak kohë dhe nuk po kthehej, të shqetësuar familjarët nisën ta kërkonin kudo, por Gramozi nuk gjendej askund. Në mbrëmje gjithashtu ato bën një denoncim në polici për zhdukjen e tij. Informacioni i vetëm që kanë mundur të mësojnë familjarët ka qenë ai një bashkëfshatari, i cili pretendon se i kishte parë Gramozin 2 ditë pas zhdukjes së tij tek ura e shaqit në Fier tek parku, ulur në një stol me 2 duart mbi kokë. Mëtej, familjarët s'kan mundur të mësojnë më asgjë për fatin e 52 vjeçarit, babait të 2 vajzave. Kjo është historia e Gramos Lulajt të dashur miq, jeni duke parë dhe fotot e tij, u bë thirrje në emër të familjes Lulaj, kushdo që mund ta njohë Gramos Lulajn, kushdo që mund të ketë informacion qoftë anonim, të lidhet me studion e emisionit Pajgjur, vazhdimisht i jap kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por mund na dërgoni mesazhe edhe në adresën tonë Facebookut Pajgjur Reports TV. Do të qëndrojmë sërish në Fier, pasi do të jemi në kërkim të një vajze tjetër, po nga ky qytet, e cila dhe ajo fatkeqësisht ka humbur kontaktet me familjen në mars të 2007 nga Gjenova e Italisë dhe bëhet fjalë për Marcela Çakon. Ka qenë vetëm 29 vjeç kur ajo kreu telefonatën e fundit me nënën e saj
dhe më pas telefoni rezultoi i fikur dhe nuk dihet se çfarë ndodhi me fatin e Marcela Çakos, e cila sot i bie të jetë 46 vjeç. Një histori paksa misterioze kjo e Marcela Çakos, e cila ka emigruar dhe është larguar nga Shqipëria në vitet e para të demokracisë. Një vajzë e re e cila u dashurua me një djalë dhe u nis drejt Italisë, por ajo kontaktet nuk i humbi me familjen. Gjithmonë i telefononte, vinte në Shqipëri, i vizitonte, i takonte familjarët. Dhe askush nga familja Çako nuk e besonte që viti 2007 do të ishte viti që do të shkëpuste marrëdhëniet me vajzën e tyre Marcela. Ndërkohë ata dyshojnë se ndoshta më ketë nisur një jetë së re dhe informacionet që kanë britur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë dyshohet se Marcela Çako mund të jetë martuar me një shtetas italian, është bërnën e 2 fëmijëve dhe jeton ende në Gjenova të Italisë, por nuk dihen arsyet pse ajo nuk e kontakton më nënën e saj. Dhe fatkeqësisht në këto vite që ajo ka humbur çdo lloj kontakti me familjen e saj, ka humbur nga kjo jetë shumë njerëz të dashur të familjes së saj dhe nuk ka qenë as ditën kur ata janë përcjellur në banesën e fundit. Unë dua të prezantoj një material që ne ja kemi dedikuar Marcela Çakos, gjithnjë me shpresën që ajo mund të na ndjeki, gjithnjë me shpresën që është shëndoshe mirë, ka krijuar një familje, është e lumtur, por mos të harroj të kthej kokën pasi është nëna e saj e veshur me të zeza, e cila pret një haber dhe t'i dëgjoj zërin të bijës. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Marcela Çako humbi gjurmët nga Gjenova Italisë në vitin 2007, vit në cilin pati dhe telefonatën e fundit me familjarët kur u kërkoi t'i dërgonin një pasaport të re. Korrieri që mori përsi për këtë dërgesë, një i njohur i familjes Çako, udhtoi nga Shqipëria drejt Italisë. Ai mbërriti në studion e Pa Gjurmë në Report TV për të dhënë këtë dëshmi të rëndësishme për vajzën nga Fieri. 2007, në muajin mars, po? në datën 2-3 ka marrë pasaport. Më ka telefonuar gjatë 2 netëve që kisha mbritur në Itali dhe i thëm që do takohemi në Piazza Dom. Po. Aty është një metro, mbi metro i kam thënë jam unë ballë për ballë derës konsullit. Erdhi e shoqëruar me një civil, e mori kjo pasaportën, mori fotografit, mori edhe letrën e tjatit. Dëshmitari pretendon se pas kësaj është takuar dhe 3 herë të tjera dhe ka zbuluar se ajo ka tërhequr një tjetër pasaport në vitin 2011, po në Milano. Madje thotë se është në dieni të adresës ku mund të banojë ende edhe sot Marcela Çako. Vajza nga Fieri u largua në Itali me një djalë, po nga i njëjti qytet në vitin 1994, ndërsa ishte 16 vjeçe. 2 vite më pas u kthye në Shqipëri dhe qëndroi për afro 10 ditë për të larguar përsëri drejt tokës italiane. Djali me cilin Marcela kishte bashkëtuar në shtetin Qinj u kthye pak vite më pas në Shqipëri, ku u vra në vitin 1997, ndërsa Marcela Çako humbi gjurmët nga Italia. Rrallë merte fare. Nuk ju merrte shpesh. Jo, as na merte në telefon. Vetëm kur na merte kështu thoshte, ja mirë, kaq. Kjo dëshmi e rëndësishme që mbërriti në emisionin Pa Gjurmë ndez një dritë jeshile për fatin e të res, e cila dyshohet se jeton në Milano. Kjo është historia e Marcela Çakos, dashur miq, dua të theksoj edhe një herë që të gjitha informacionet që kanë britur në redaksinë e emisionit Pa Gjurmë, por dhe informacionet që kanë britur në vetë familjen e Marcela Çakos, emigrantë shqiptar të ndryshëm, të afërm që e kanë parë në Gjenova të Italisë, tregojnë që ajo shëndoshe mirë dhe është gjallë. Ndaj unë duaj që ditën e sotme t'i përcjell një mesazh pikërisht vetë 46 vjeçares, nëse është duke na ndjekur, është e lutur të kontaktoj jo ne si redaksi, por nënën e saj, e cila vazhdon të vajtojë në shtëpi dhe pret një haber për të bie. Ne urojmë dhe shpresojmë që Marcela të lidhet sa më shpejt me familjen e saj, pasi kanë kaluar plot 18 vite nga momenti që humbi kontaktet në vitin 2007 dhe ka qenë vetëm 29 vjeç dhe sot i bie theksoj të jetë 46 vjeç dhe ne urojmë më të mirat për familjen Çako. Mirë, do të vazhdojmë në këto momente me një klip të dashur miq, dua të prezantoj një klip të rëndësishëm, i cili quhet Prostatol, është një suplement ushqimor i destinuar vetëm për popullatën e rritur mashkullore, e cila ndihmon në funksionimin e prostatës. Njihuni me Prostatolin dhe rikthehemi sërish bashkë live. Mirë, jemi rikthyer, jemi sërish bashkë live dashur miq dhe në fakt ju e dini që studioja e Pa Gjurmit për vitin 2018 në fokus ka njerëzit e humbur. Vitet kalojnë dhe shumë nëna vajtojnë për humbjen e fëmijëve të tyre dhe duhet theksuar që pas viteve 90 në Shqipëri pati një numër të lartë të
shqiptarëve të cilët u larguan në emigracion dhe humbën kontaktet me familjen e tyre. Ndërkohë, do të vazhdoj në këto momente të prezantoj një tjetër histori, do të zhvendosemi në qytetin Elbasani, do të jemi në familjen Latja, e cila ka të humbur djalin e tyre, Mustafa Latjen, i cili ka qenë vetëm 23 vjeç dhe ai humbi gjurmë, humbi kontakte me familjen këtu brenda territorit të Shqipërisë, konkretisht në Kavaj. Ka kaluar plot 19 vite dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Historia e Mustafa Latjes është një histori e dhimbshme, një djalë i vogël i cili largohej fatkeqësisht nga shtëpia shpeshherë që adoleshent dhe edhe fëmijë të themi. Nëna e tij ka qenë këtu në studio dhe ka treguar se kur ai ishte 10 vjeç u largua nga shtëpia për 10 ditë dhe nëna nëpërmjet policisë e gjeti në qytetin e Tiranës dhe dyshohej se i vogli i asaj kohe shfrytëzoi për lypje dhe për shumë gjëra të ndryshme, të palishme këtu në kryeqytet dhe flasim për rastin kur nëna ka deklaruar në këtë studio se djali i saj u shfrytëzua nga disa të rritur ku e mësonin se si të vithe nëpër dyqane. Ndërkohë që jeta e Mustafa Latjes kështu ka qenë, ai largohej nga shtëpia, vinte në shtëpi, rani të keqe, u bë përdorus i lëndëve narkotike, derisa në moshën 23 vjeçare u largua përfundimisht dhe humbi kontaktin me familjen, konkretisht në 18 janar të vitit 2005, duke marrë dhe një sasi parash të nënës së tij, e cila në atë kohë bënte një biznes dhe shiste, le të themi mallra të ndryshme midis Elbasanit dhe Kavajës. Por dua të prezantoj materialin që ne kemi dedikuar 42 vjeçarit. Ai sot është 42 vjeç, gjithnjë me shpresën që ai mund të ndodhet diku dhe është gjallë mbi të gjitha. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Mustafa Latja rezultoni i humbur për familjen që prej vitit 2005, pas 19 vitesh, familjarët ende nuk kanë informacion për fatin e 42 vjeçarit. Mustafa Latja, që prej moshës 10 vjeçare, ikte dhe vinte nga shtëpia, ndërsa i pëlqente të bënte një jetë të pavarur. Adilja, Eoma është nëna e 2 fëmijëve. Ata jetonin së bashku, ndërsa mbaheshin me të ardhurat që fitonin nga shitja e rrobave të përdorura. Në tregun e Elbasanit, të gjithë i njihnin, pasi nënë e birë çdo mëngjes, dilnin bashkë për të shitur. Adilja ishte mësuar me ikjet e ardhjet e të birit, ku gjithnjë i duhet ta kërkonte në ndjekje të lëvizjeve të tij. Deri në Tiranë vinte Mustafai, të cilin ajo shpesh e gjente në përbordurat e pallateve. Ajo mundoi të bisedonte me të, po Mustafa ishte gjithnjë i heshtur, nuk fliste për lëvizjet që bënte dhe duke u mbyllur në vetvete. I mbetur jetim pas vdekjes së Atit, në vitin 2005, Mustafa jetonte me ecejaket e fatit. Eoma Adilja e merrte gjithmonë me vete kudo që shkonte për të bërë tregti, për shkak të dëshirës së të birit për t'u larguar dhe të merakut që ajo kishte si nën se ai mos kthehej më. Në Kavaj e mori me vete ku vendosi të zhvendosej për të shitur rrobat të përdorura. Rituali ishte i njëjtë, zbrisnin te stacioni i trenit dhe aty ndaheshin për të ritakuar tek i njëjti stacion, që ishte destinacioni i tyre i ditës. Stacioni i trenit ishte vend takimi i përhershëm për të kthyer në Elbasan mbrëmjeve. Largimi më i gjatë ishte ai për afër 6 muaj, ku Adilja gjente të birin në Tiranë, ku jetonte në një shtëpi të braktisur. Ajo rikthei në Elbasan të birin sërish. Edhe pas martesës së motrës, kështu ndodhi, festuan dhe më pas Mustafa u largua përsëri për të qëndruar larg familjes për afro 4 muaj të tjerë, dhe u rikthye vetë në banesë. Ishte 18 janar i vitit 2005, ku ajo u takua për herë të fundit me nënën e tij. Për kësaj here, largimi do të ishte më i gjatë dhe pritja e nënës gjithashtu. Sot Mustafa Latja ka më se 19 vite që nuk u kthye më në shtëpi. Largimi më i gjatë i tij pa lënë asnjë gjurmë. Nëna sot kërkon të birin, fati të cilit ende nuk dihet. Kjo është historia e Mustafa Latjes, dashurmish, 42 vjeçari nga Elbasani që humbi kontaktet me familjen e tij që prej janarit të vitit 2005 dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Drejtimi ngelet ende i paditur për familjarë, ndaj u bëj thirrje nga studio e emisionit Pa i Gjurmë, kushdo që ka informacion, kushdo që e njeh historinë e Mustafa Latjes, mos të hezitojë të kontaktojë me redaksin e emisionit Pa i Gjurmë. Mirë, nga Elbasani ne do të zhvendosemi në Berat, do të jemi në kërkim të një tjetër djali të zhdukur nga qyteti i Beratit, do të jemi në familjen Berberit, do të jemi në kërkim të Lulzim Berberit, 21 vjeçari i cili u largua nga shtëpia Gushtin e vitit 1999 dhe nuk la asnjë lloj adrese. Prej
augushtit të vitit 1999, asnjëherë familja nuk mësoi se ku u largua, ku shkoi, me kë person u largua dhe pse nuk tregoi në familje. Kanë kaluar plot 25 vite dhe ende nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Lulzim Berberit. Në ndjekim dhe materialin që ja kemi dedikuar pikërisht 46 vjeçarit, e theksoj ai sot është 46 vjeç sepse vitin që humbi kontaktin me familjen ka qenë vetëm 21 vjeç. E ndjekim këtë material dhe rikthehemi. Lulzim Berberi nga Berati ishte student në degën e informatikës, një djalë i ri që në atë kohë ishte frekuentues i rregullt i fesë muslimane, ndërsa rregullisht shkonte në xhami. Dëshira e tij e madhe ishte të ndiqte studimet jashtë vendit dhe destinacioni ku ai mendohej se mund të kishte mbërritur ishte Malajzia. Familjarëve u kishte pohuar se i kishte dalë një bursë në këtë shtet. Ishte fundi gushtit të vitit 1999, ku Lulzimi, pasi kishte prerë një bilet, ishte nisur me gjasa drejt këtij shteti. Një javë më pas, ai kontakton familjen. 22 vjeçari në atë kohë ju pohon se kishte mbërritur atje. Një javë më pas, ai merr sërish në telefon dhe i thot familjes se i kishte dalë një bursë në Australi dhe do të nisej më njëherë për atje. Ditë më pas nga largimi i tij, ai flet me të vëllan Bektashin, të cilin e pyet për prindrit dhe motrën dhe asgjë më shumë. Pas telefonatës së tretë, me gjasa nga jashtë kufinëve Lulzimi, nuk ju dëgjua më zëri. Nga ky moment dhe nga telefonata dyshuese të bëra nga Lulzimi, familjarët u detyruan të verifikonin nëse vërtet Lulzimit i kishte dalë bursa apo jo. Dhe në fakt, rezultoi i rrejmë pohimi i vazhdueshëm i tij se kishte fituar bursën. Nuk pati një student me emrin Lulzim Berberi që do kishte fituar këtë bursë. Kështu pas zhdukjes së djalit, familja nisi kërkimin në destinacione që ishin pohuar për tij, me pretendimin se po ndiqte studimet, por asgjë nuk u arrit të mësohej. Një mik i Lulzimit me të cilin frekuentonin rregullisht xhamin, i pati pohuar të vëllait Lulzimit se Lulzimi kishte patur një shok amerikan, por me origjinë nga Pakistani, për të cilin nuk kishte informacione se si ishte i njohur, por dinte që ai ishte një person i cili kishte vuajtur një dënim në burgun famkeq në Kubë. Nuk dihet se si mund të kishte përfunduar atje, por besohet se Lulzimi ishte nisur drejt Kashmirit, një zonë lufte shumë pranë Pakistanit, dhe se ishte shoku i tij amerikan që mund ta ketë ndihmuar. Rreth viteve 2005-2006, familjarëve ju vjen një informacion se një djalë me emrin Lulzim Berberi nga Berati ishte plagosur në Kashmir dhe se kërkonte ndihmën e familjarëve. I panjohur është për familjarët e emrin shokut amerikan me origjinë pakistaneze, ndërsa ata kanë kërkuar ndihmën e autoriteteve shqiptare për të mësuar nëse ka patur gjurmë të hyrjeve dhe daljeve të Lulzimit nga Shqipëria. Nuk ka rezultuar asnjë dokument apo firmë që tregon se ky shtetas të jetë larguar nga Dheu. Kjo është historia e Lulzim Berberi, dashur miq, i riu nga Berati që humbi kontaktet me familjen e tij gushtin e vitit 1999 dhe ndërkohë familja dyshon se ndoshta në vitin 1999 ai mund të jetë larguar drejt Kosovës. Në ato kohë që Kosova, le të themi, ishte në përfundim të luftës dhe ndoshta diçka e keqe mund të ketë ndodhur me fatin e tij, por këto janë thjesht dyshimet e familjes, e vërteta nuk dihet. Ndërkohë familja dyshon se Lulzim Berberi ndoshta mund të jetë larguar edhe drejt Sirisë në vitet më pas, sepse ka qenë një besimtar pikërisht i fesë muslimane. Por dua ta theksoj që janë thjesht dyshimet e familjes, sepse as informacion nuk kanë bërritur për Lulzim Berberin. Ndaj ne sjellim në fokus ditën e sotme, gjithnjë me shpresën që kushdo që e njeh këtë të ri nga Berati, kushdo që ka informacion, mos hezitoj, qoftë anonim, unë e theksoj shpeshherë në studion e emisionit Pa Gjurmë, edhe anonim mund të na telefononi. E rëndësishme për ne është informacioni për të arritur në gjurmët e këtyre personave të humbur. Mirë, me historinë e Lulzim Berberit ne kemi ardhur në fund edhe përmes ditën e sotme. Unë ju falenderoj që qëndruat me mua deri në fund të programit. Ne bashkë do ritakohemi sërish. Ju e dini që Pa Gjurmë vjen çdo ditë tashmë nga Hana të Premte, live ora 16 këtu në ekranin e Report TV. Bashkë mirupafshim.